ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Molla Mahmud Efendiu duhet përkujtuar vetëm për një arsye. Nga se Molla Mahmud Efendiu tek ai ne kemi gjetur atë që ka qenë prezente te vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me shumë veprime të tij ai na ka treguar traditën profetike, gjë të cilën nuk mund ta tregojë çdo hoxh. Disa raste kur u përgatitesha unë për të shkuar të luaj futboll, edhe ai mu drejtofte mua duke më thënë: "Amir, çfarë je duke bërë? A ka mundësi edhe hoxh edhe ta humbish kohën?" Dhe vazhdimisht Maria citon të ajetin kuranor: "Wa kunna nakhudu ma'al khaidin." Pra Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu kur do t'i pyes banorët e xhehenemit në ditën e Kiametit se çfarë ishte arsyeja pse hinët në xhenem ju, njëra prej atyreve, pra në fillim nuk e kemi fal namazin e kështu me radhë, dhe do të arsyetohen: ne e kemi humbur kohën. Pra e kemi humbur kohën, nuk e kemi shfrytzuar ashtu siç duhet. Molla Mahmud Efendiu, ai ishte i kujdesshëm që kohën ta shfrytëzoi në maksimum. Nuk e bën të dalluar Molla Mahmudin numri i nxënësve që kanë mësuar tek ai, jo, mësitë e mi, spaku. Ajo që e bën të dalluar Molla Mahmudin është përkushtimi i tij për të treguar se e gjithë koha duhet t'i kushtohet kujt? Islamit dhe Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Pra Molla Mahmudi është ndër njerëzit më të dalluar i cili ishte i kujdesshëm, mund që ta shohim tek ai traditën profetike, pra pjesë nga profecia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke shiquar formën e jetës së tij. Pra të jetojsh jo për veten tënde, të jetojsh për të tjerët. Dhe në qoftë se ne dëshirojmë marrim mësim për Molla Mahmudit, pra çdo njeri në lëmin e vet mund ta marrë këtë gjë, pra të jetoj për të tjerët. Në qoftë se dëshiroj që jetës time t'ja shoh hajrin, përndryshe nuk ka mundësi njeriu që t'ja shoh hajrin jetës së tij. Unë në emër të Hoxhës Abdurrahman dhe në emër të Hoxhës gjithashtu Zulkifli Efendiut, pra ju dëshiroj mirëseardhje dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen, duke shpresuar që Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu të shpërblej juve. Vendosëm që këtë përkujtim apo këtë datë mos na ikë prej dore, por ta përkujtojmë zotëriun tonë Molla Mahmudin, duke ja lexuar një Yasin. Ato që ka e lexojnë, ajo është sevap, edhe ndëgjimi është sevap, njashtu edhe nxënësit ja kanë lexuar një hatme paraprakisht. Ne nuk guxojmë që të bëhemi ndonjë tobim
dhe mos përkujtojmë më të dashurin e Allahu xhaleshanu dhe më të dashurin e zemrave tona, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye që në çdo munasebet përmendet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah anta al-latif wa anta rabbuna. Allahu ya Allahu ya aziz ya rahman anta as-salam wa minka as-salam. Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah أنت اللطيف وأنت ربنا. الله يا عزيز يا رحمن أنت السلام ومنك السلام. على رسولنا الصلوات. اللهم صل على محمد. Uksun halku për Muhammed Mustafan, shkoj idhnimi gjithë alemi gjetë sefan. Gjithsa zerre që në gjihan thirte me za, tu i thon gjithë pejgamberit merhaba. Allahumma salli ala sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Molla Mahmud Efendi Aslani është dhe do të mbetet simboli i përjetshëm i edukimit kuranor në Tetov dhe në botën islame. Zyrtarisht vitin 2012 është shpallur mualimi më i mirë në botë nga organizata botërore për mësimin e Kuranit në Gjide. Kur flasim për Molla Mahmudin, nuk mund ta lëm pa përmendur një anekdotë specifike të jetës së tij, e cila i ka habit edhe dietarët më të mëdhenj arab. Që nga viti 1967, ai falej në xhami dhe qëndronte me nxënësit pa ndërprerje, që para namazit të sabahut e deri pas akshamit. Ai nuk njihte pushim vikendi as pushim vjetor. Të vetë në ditë që ai nuk gjendej pranë rreth rrotullimit të nxënësve, ishin vetëm 2 ditët e Bajramit të Ramazanit dhe 2 ditët e Bajramit të Kurbanit. Kur është pyetur një herë se si nuk lodhej nga ky ritëm mbi njerëzor, do me thonë 50 vit, ky ritëm mbi njerëzor, ai me atë buzëqeshjen e tij plot nur u përgjigj me një thënie që sot na shërben gjithë neve si udhërrëfyes. Pa kaluar në përvështirësi nuk zbret mëshira. I lutemi Allahut xhaleshanuhu që ta gradoj mualimin ton me Xhenetul Firdeus pranë pejgamberëve dhe dëshmitarëve të së vërtetës
dhe që këto fëmijë të tetovës të ndjekin vazhdimisht rrugën e tij të dritës. Faleminderit, Allah I razë I qoftë. Selam aleikum. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Zoti Madhrishëm, prano prej nesh luqet me të cilat I drejtohemi madhrisë tënde, sepse Ti je I vetmi që I pranon ato. O Zoti plotfuqishëm, I lutemi madhrisë tënde që të na udhëzosh në të vërtetën dhe të na drejtosh në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit për nder të Kur'anit të ndershëm dhe për nder të dërguarit tënd Muhammedit alayhi salatu wassalam. Na fal neve o mëshirues, na fal neve o bëmirës I përgjithshëm. O Zoti ynë, I lutemi madhrisë tënde që të na e falish xhennetin për hatër të këndimit të Kur'anit të ndershëm dhe të mevludit të respektuar. Gjithashtu o Zot I plot fuqishëm, të lutemi që të na largosh prej nesh të gjitha të ligat e kësaj bote dhe botës tjetër, ja Rabbel Alamin. O Zot mëshirues, ne besimtarët të bëjmë luqe nga thellësia e zemrave tona, që sevapët që bëhen prej leximit të Kur'anit dhe mevludit hedije qofshin për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe familjen e tij të pastër. Gjithashtu o Zot të lutemi nga thellësia e zemrave tona që sevapët të fituara nga leximi I Kur'anit dhe mevludi sherifet hedije qofshin për prindërit tanë, për vëllezërit tanë, për motrat tona dhe farafisin tonë të gjerë e posaçërisht qofshin hedije për shpirtin e mësuesit dhe zotëriut tonë, Molla Mahmud Efendiut. Në fund o Zoti gjithfuqishëm, te Ti kemi një lutje më të përgjithshme që pjesëtarët të sevapeve të fituara nga Kur'ani dhe mevludi të jenë të gjithë muslimanët, qofshin të gjallë apo të vdekur. O mëshirues I mëshiruesve, shprehim dëshirat tona që Muhammedin alayhi salatu wassalam të shpërbleni me shpërblimet më të çmueshme që gjenden në madhrinë tënde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha.